Në ditët e para të jetës, çdo bebe duhet i nënshtrohet disa kontrolleve dhe analizave të rëndësishme. Mes tyre janë skriningu i dëgjimit, kontrolli për sëmundjet e lindura të zemrës me pulsoksimetër, vlerësimi i bilirubinës në rast verdhëze, si dhe skriningu metabolik. Ky i fundit kryhet me një pikë gjaku të marrë nga thembra e foshnjës, zakonisht 24 deri në 72 orë pas lindjes. Analizat metabolike ndihmojnë në zbulimin e hershëm të sëmundjeve të ralla metabolike, hormonale dhe gjenetike, edhe kur bebi nuk shfaq asnjë shenjë sëmundjeje. Diagnostikimi në kohë mundëson nisjen e trajtimit sa më shpejt, duke parandaluar dëmtime serioze me zhvillim fizik dhe mendor të fëmijës. Për këtë arsye, skriningu metabolik konsiderohet një nga analizat më të rëndësishme për një fillim sa më të shëndetshëm të jetës. Kur vjen në jetë një bebe, vëmendja prindërve përqendrohet tek çdo detaj i vogël. Përveç emocioneve të para, ka dhe disa kontrolle dhe analiza shumë të rëndësishme që ndihmojnë mjekët të sigurohen se gjithçka po zhvillohet normalisht. Disa prej tyre mund të zbulojnë në kohë sëmundje që nuk japin ende shenja, por që me një diagnostikim të hershëm mund të trajtohen me sukses. Cilat janë analiza që nuk duhen anashkaluar para dhe pas lindjes, dhe pse debisimi metabolik konsiderohet një hap kaq i rëndësishëm për shëndetin e të porsalindurit. Për të folur më gjatë rreth kësaj teme, kemi sot mjekun mikrobiolog dhe virolog Dr. Natale Kapodikasa. Doktor, mirë se vjen, shumë mersi të kemi në studio sot. Faleminderit për ftesa. Gjithmonë i mirëpritur. Fillimisht, ta sqarojmë edhe një herë publikun. Çfarë janë analizat metabolike tek të sapolindurit dhe pse konsiderohen kaq të rëndësishme? Atëherë, metabolike janë disa një grup analiza që si keni ndjerë nga shërbimin tuaj, ishte që mund të bëjnë në momente kur ka lindur fëmijë tonë. Fëmijë vogël, edhe mund të bëjmë një pikë gjakut të. Neve sinqerisht insistojmë që kjo analiza mund të bëjmë më përpara, jo në momenti kur ka lindur, edhe më përpara kur, për shembull, çifte janë fejuar ose janë, për shembull, gruaja para se fillon shtatzani, për shembull, si një zmundje që ndoshta keni dëgjuar shumë, zmundje për shembull talasemi major, që atje është një zmundje gjenetike ose një çrregullim gjenetike që vjen nga dy prindër. Edhe kjo mund të bëjë një parandalimi shumë e veçantë me një kusht shumë e vogël, edhe njerëz mund të dini për shembull janë mbartës apo jo. Për shembull, unë jam nga Sicilia, edhe babin tim ka qenë mbartë si talasemi, edhe neve fëmijë do me thënë në vlezën time kemi lindur jo mbartës, ma është rastësisht, se kuptoni, është përqindje. Për kjo në përqëm me shumë neve si mjekë flasim për parandalimi me shumë, se momenti pasaj kur kemi një fëmijë vogël, kemi një zmundje, për shembull, unë ka pasur një raste, gjithmonë për të folur për talasemi, pasaj ndushëm bete, ishe një çift shumë e ri, ka ishe nga Elbasani, erdi, edhe më tha, kemi pasur një djali, vajzë e para ishe normale, e djali ishe me beta talasemi major, do me thonë ishe talasemi major. E ishe si një bombë, se ishe një shifë shumë e ri, kuptonë? Për kundër që kjo zmundje mund të, kjo tragedi flasim, përse tragedia psikologjike, nuk flasim vetëm financiare, që mund të shirohet me transplanti, palca, ma duhet do me thonë, duhet një parandalimi i fjesë është para një analizë fjesë elektroforese që kushton shumë pak edhe mund të... Duhet bërë. Doktor, sa po lind një bebe? Po. Cili është një kontroll tjetër që duhet bërë një analizë përsa ku ai është në spital ende me nënën? Po. Pra në ditët e para. Po, analiza mund të bëjnë me një pikë gjaku, si kemi folur në fillimi, edhe mund të bëjnë disa analiza janë për shembull fenilananina, mungesa kjo aminacide, janë analiza që mund të bëjnë shpejt me disa metodika, për shembull diabeti tipi 1, që mund të bëjnë në... Ta zbulojmë shumë në ditët e para të jetës së bebit. Për shembull, neve kemi bëjnë një studimi ku ishe në Zoja Shqilit Mirë me një profesor nga Tor Vergata, për shembull, atje
në Roma të gjitha ka lindur, bëjmë për analiza shumë e fjesht se ka analiza kolesterole, për të zbuluar në qovë se ka një zmundje genetike me hiperkolesterolemi familjare. Kjo ishte interesante, përse ishte një zmundje genetike transmetoje automatikisht, përse dominante, quhet në gërma shkencore, do me thonë edhe në qoftë se ka një nga prindër, transmetoje direkt fëmi, e kjo ka një hiperkolesterolemia shumë i lartë kur ka lindur. Do me thonë nuk vjen nga dieta, nuk vjen nga genetike. Kjo është interesant për një arsye, përse kur zbulojnë kjo, mund të bëjnë një parandalimi për prindere, përse në qoftë se jam prindër të ri, kjo mund të shkon me një infarkt, një nga prindere shumë ershme, para 50 vjeç. Do me thonë, bëjnë një parandalimi për fëmi, bëjnë një parandalimi për prindër. E qartë. Përse është genetika dominante dhe automatikisht e dini se siguro ka. Doktor, me që se po flasim për analizat metabolike që bëhen nga 28 deri në 72 orët e para të jetës së një fëmije të posalindur, flasim pak edhe për analizat para shtatzanisë. Pra, le ndalemi tek periudha para shtatzanisë. Analiza që duhet bëj nëna dhe babai, që të kuptojnë nëse janë në gjendjen më të mirë shëndetësore që të kenë një fëmijë. Cilat analiza janë? Atëherë, analiza shumë interesante për kjo të sashë. Neve mendojmë me shumë për parandalimi, jo në momenti kur kemi një zmundje dhe pasaj është një bomba për prindër por kemi mundësi të parandarosh është gjëra me i bukur. Atëre, analiza janë, si kemi folu për talassemia, është një që mund të bëjnë të dy prinderi, minimumi mjafton një, përse automatikisht e kjo zmundje transmetor kur janë të dy mbartës. Neve për të ditur, këtu në Shqipëria kemi 1% 80% persone janë mbartës. Kemi gati 200-300 gati, persone janë zmur me talassemi major. Kjo është një analiza e fjesë se mund të bëjnë. Ka analiza edhe, për shembu, rhesus, për grupi i gjagut, kur për shembu rhesus grupi për shembu 0 negativ ose rhesus negativ, kur është gruja rhesus negative dhe burja është pozitive, në basë lindja i para, normalisht e kjo ginekologë e dine, bëjnë një vaksina zonja, në mënyra fëmi nuk mund të sfaqet një zmundje që e MEM, malattia emolitike e palindur, do më thënë neonato, edhe kjo provokon një emolizë. Edhe kjo për shembull grupi gjakut normalisht zonja edhe burri, domethënë bashkëshort e dini çfarë janë. Pastaj për shembull janë edhe shumë analiza infektive që në qovë se për shembull zonja është mbrojtur, nuk ka nevojë për një parandalimi shumë e veçantë. Toksoplasmosi, citomegalovirus, herpes, rubeola e të tjera. Doktor, çfarë mund të themi për nënat shtatzën? Cilat janë analizat që duhen bërë në këtë periudhë për të parë shëndetin e bebit? Analizat më të rëndësishme, se në fakt është një periudhë e ngjeshur me takimet e doktori, por janë disa që duhet i veçojmë. Gjatë shtatzanisë tani. Gjatë shtatzanisë, është kjo që kemi folur përpara, domethënë një nga kjo është grupi rhesus që bëjnë grupi gjakut për të shigura rhesus. Në momenti kur është rhesus negative duhet të pastaj mbas lindja kjo bëjnë një gjël për mos kemi fëmijë dytë ose mbas një abort. Mund të ishte analiza për shembull për beta talassemia kemi folur, domethënë që një analiza bën një herë nuk ndryshon. Elektroforese e hemoglobina bën një herë në jetë e nuk ndryshon. Analizë tjetër e rëndësishme? Si? Analizë tjetër e rëndësishme? Atëre, për shembull kemi edhe analiza e rutinë, që naturistë për shembull ka nevoj për mos kemi një shtatzania me probleme me përushime për gjërat e tjera, atëra analiza rutinë. Metabolike tamam mund të ishe diçka që normalisht se ka për shembull në qoftë se ka një mungesa e një metabolitë sfaqet të normalisht përpara, do të ishe patjetër domethënë zonja ose burri e di kjo.
Paka shumë kjo jam me rëndësishme, quhet nga ana shkencore, për shembull, testi Coombs, për kjo problemi i gjaku, që interferon në gjaku i burri, gjaku me gra. Pastaj të saqë, janë me shumë analize infettive, që në qoftë se zonja është mbrojtur ose pa mbrojtur, për shembull toksoplasmozi vjen nga kontakti me mace, duhet të bëni kujdes me mace rrugave, mace apo nëse ka një mace në shtëpi, në shtëpia dhe duket kjo pak a shumë janë me rëndësishme. Hepatite, naturisht i vajtës, hepatite C, se mund të bëjnë një gjylpërë për fëmijë, në qoftë se kemi nana me hepatite B pozitive, mund të bëjnë një, kjo janë protokoll ekziston edhe në Shqipëria, do të thonë kemi edhe në Shqipëria, vakcina ose gjylpërë bëjnë në momente kur. Qartë. Doktor, lindjet e parakoshme apo lindjet premature, a mund të identifikohen përmes analizave metabolike? Në qoftë se ka tendencë për një lindje të parakoshme. Nuk flasim për abort, se aborte normalisht shumica aborte spontane ka një problemi genetike që mund të ishte rastësisht, nuk ose për shembull Down, nuk ose ka lidhje me trashëgimi, ma është kombinimi i spermatozovit me vezë, që kombinimi i kromozome që dalë kjo, janë shumë zmundja kjo, edhe janë rastësiste, nuk është gjithmonë mund të bëjnë një parandalimi përpara nga prindër, mund të bëjnë një parandalimi në momenti kur fetus është akoma në barkë, tonë analiza, do më thonë, që bëjnë tani, janë shumë analiza, bëjnë edhe me teste jo invazor, do më thonë, përpara bëjnë nga kordoni umbilical, do më thonë nga bëjnë një gjylpërë direte nga barku, do me thonë për kundër si me gjaku dhe le akoma. Do me thonë, nuk është, atëre, unë mendoj se shumice raste mund të, atëre lindje parakoshme mund të ishe shumë raste, do me thonë, nuk është, mund të vjen nga dieta, nga përdorimi i drogave persone, do me thonë, jam shumë raste, për shembo, ose raste autizmi, jam gjera komplikuara, që nuk mund të fokusoj vetëm me smundje ose mungesa metabolike, jam shumë multifaktoriale, që nuk mund të... Qartë. Doktor, një pyetje e fundit, a keti një sugjerim për analizat që duhet bëj babaj, prindi mashkull në këtë rast, për para se të bëjnë planifikimin për shtatzani, se zakonisht janë gratë ato që shkojnë në analizave. Atere, për shembu, për talasemi bëjnë edhe babaj, nuk bëjnë vetë gra. Qëfar tjetër? Si? Qëfar tjetër? Qëfar analiza tjetër? Analiza tjetër, nuk ose janë shumë analiza për të bërë, për babaj. Normalisht janë, neve për shembu kemi një doktore vjen për problemi i qifte nuk kam fëmi, atëre bëjnë për shembu spermogram, bëjnë analiza për të ngelu shtatzanë. Do me thonë që mund të ishe një mungesa ose mungesa hormonale nga ana e burra, ma normalisht si keni sa në juve jam me shumë nga femra, do me thonë me shumë pëse kombinimi janë disa nga ana hormonale janë kombinimi, do me thonë nuk ose kryonë një mungesa pastaj në fëmi, këtonë parandalimi vërtet, unë mendoj se shtatzania vërtet së një mirakuli, edhe për kjo, do me thonë nuk ose gjithmonë shumë analiza të regon të gjitha, këtonë kjo flasim e kundra doktori neve, do me thonë doktori laboratori, në esenci nuk mund të bëjnë një parandalimi 100%, këtonë, rëndësishme të bëjnë sa të duhet, do me thonë analiza, si kemi për shembu i vajtës, hepatiti, kjo do të bëjnë edhe burra, nuk do të bëjnë vetën gra, gjëra infektive dhe përse mund të transmetojnë në përmjet shtatzani. E qartë, doktor, ne ju jemi shumë falenderues, që sot keni folur për qiftet e reja në Shqipëri dhe jo vetëm, të cilët ndoshta janë bërë prindër së fundmi dhe duajnë që pse jo të zhvillojnë këtë analiza për të veçlit e tyre. Ju falenderojmë shumë. Dhe përgëzime për Shqipen, artikuloni shumë. Shpesëm e të ishe shumë qartë. Shumë qartë. Një Sicilian që jeni, shumë qartë. Mirë,
Është momenti të prezantojmë një insert të përgatitur nga gazetarët e Mesdritës me njëherë pas një shkëputje të shkurtër publicitare. Si gjithmonë, vajzat tona na surprizojnë dhe sot janë dalur ku, Alma? Tek 4 putroshët, si të kujdeseni për 4 putroshët që keni në shtëpinë tuaj, sepse e dim mjaft mirë që me stinën e verës dhe me pushimet, përgjegjësitë veç së shtohen edhe pushojmë të gjithë së bashku, jo veç ju që jeni ata njerëzorët në shtëpi. Konkretisht, Joana Ndozi ka realizuar një intervistë me veterinerin Ariel Vasilin dhe Herta Sula. Pas publicitetit, ndjekim të material të përgatitur nga Joana Ndozi. Bashkë, jemi nesër, ju duam shumë.